Shpërblej Trumpin për ato territori që do marrin në Ukrainë. Dhe një nga ato shpërblime mund të jetë një marrëveshje bërthamore me Iranin. Pra mund të jetë një shpërblim që Putini mund të japi Trumpit është që të realizojë marrëveshje bërthamore, pra të bllokojë pasurimin e uranit nga ana e Iranit për të krijuar bombën atomike. Kemi një gjë të kur është bërë marrëveshja në janar midis Rusisë dhe Iranit. Pika 5 e saj marrëveshje përcakton qartësisht që Rusia merr përsipër programin bërthamor të Iranit për arsye paqësore dhe biles ka ndërmarrë edhe përsipër të ndërtojë edhe dy Amerika dhe Izraeli thonë që nuk është për qëllime paqësore. Është për bombën atomike. Futja e Rusisë në këtë program, që e merr përsipër këtë program, e bën paqësor. Ky është qëllimi i kësaj. Pavarësisht se shtot Izraeli. Mund të ishte qëllimi edhe për ta ndihmuar në prodhimin e bombës atomike. Po jo, se nuk kanë se për ta ndihmuar ja jep gatshme, sot janë aleat me Trumpin, nuk janë më këndvështar. Për t'ia dhënë ja jep gatshme s'ka problem, se gjithë ato armatim që ka dhënë mendon me vërtet që Rusia dhe Amerika janë aleat? Se do ishte pak... Në veprime, shiko... Ato thjesht janë duke negociuar për interesa reciproke, po aleat është pak fjallë madhe. Shiko, aleat në veprime, nëse kënaqen të dy palët për një qëllim të caktuar, për një shërbime që i bën njëri tjetër, çka ka këtu? Koncepti unë nuk thash janë aleat në vlerat e demokracisë. Nuk janë aleat në vlera, është gjë tjetër. Ktu po bëjmë fjalë që të kënaqen të dy palët, dhe të dy palët kënaqen në këtë mënyrë, sepse mënyra e negocimit të Trumpit është e tillë. Po Irani është një vend kaq për tu nënvlerësuar në atë që vendos Amerika me Rusinë për fatin e Iranit, se unë nuk e shoh kështu. Nuk diskutohet fati i Iranit këtu. Po jo, në një lloj mënyre po, sepse tek flasim për projektet bërthamore. Tu diskutohet puna projektit bërthamor. Nuk është pika kyç. Ka dhe një detaj tjetër që ka një marrëveshje të nënshkruar pak kohë më parë midis Putinit dhe Iranit për mbështetje ushtarake dy palë. Piles para 5 ditësh, Irani ka nënshkruar një marrëveshje ushtarake strategjike me Bielorusinë.